Tash do ta luajmë apo do ta zhvillojmë një lojë tradicionale që është luajtur gjithherë në Oda. I tha, një musafer kish pas nejt shumë. E një ditë për të zoti shtëpisë, tha luajna aty shka aty musafirit. Tha luajna, ha. Hajde tha, luajna tha me qelë derën e Odës, ky zoti shtëpisë cili po kthen ma larg për jashtë derës. Tha, ani valla. Thot musafir, këse ti i pari. Kur këse musafiri i pari, këja pësheli derën trungë. Dhe ja, tha, balkenajt, ma tha. Ja, noj, tha, s'ko, mo. Shikus të ndërum për shëndetje. Jeni me emisionin ton Traditat në Oda në portalin Kosova Info. Kësaj radhe për të realizu këtë emision, jemi në komunën e Lipjanit, pikrish në ribarin e vogël, në një familje me një prejardhje historikisht muhaqer që shka qujtë popli gjithherë, këta të shpërngurën, po të përzonun në atë kohë, vitet 1878 të kënej, edhe ma herët, po dhe kënina. Jemi të familja Avdi i Merit, me vllazën Alia, i cili vitin e moshës 18 vjeçare e ka festu apo e ka zonë në Burg, vitin 1979, edhe prof Vebia. Mirë se gjetëm, Avdi, edhe shumë dashamirë tjerë që të kanë ardhur sonë të këtu. Mirë se kanë ardhur në konak. Gjithëve mirë se keni ju gjetëm, faleminderit shumë, respekt. Edhe unë ja filloj aty ku jemi, kë simboli i traditave tona është kombëtare Oda. S'podëm tash se tonë e din Oda çfarë roli ka pas në gjitha kohët për neve, sidomos shqiptarëve. Edhe dikush thot për fat keq, dikush për fat mirë, po edhe mira në fat në kushte të vështira, edhe pse o kon ndoshta vështirë, po kon e mirë. Apo janë ishme të Oda pikurit Odë në familje ta unë ti? Odë, une nuk e kum mrije. Po. Odë, familjen babën që ka pas Odën. Do të të Oda me tradit është prej, sigurisht mundet në pasën dikon 70 vjetë sigurisht, ose ma shumë. Tek ju? Po tek na. Në këtë Odë ku jem të netë, kjo është prej të matë e dytës. Matë e dytës. Matë e dytës. Është në venin e ish Odës, ma pashme. Familja e ceka muhaqer. Po, muhaqer jem. Prejardhja. Veni Prellom. Veni fshati Pollom. A Pollom? Pollom. A Prellom, a Shpiti Pollom? thonë Pollom. Pollom, fshati Pollom. Ka? Është në rrugën për Nishku shkohet, është nuk o largë Mërdarit, konës jam as njëherë, aty pare dikon. Prej atyt kanë ardhën si të ndjekun prej votrave të tyne. Për zonën. Për zonën. Kanë ardhën në ribar të vogël në vitin 1878. Në qëtë ribarin ku jemi. Qëtë që të jemi. E jeni në qëtrull ku jeni në seftë. Qëtrull seftë ku jemi vendosën. Kush ka qenë para juve këtu? Në këtë fshat para neve, si mbas plesve që në kanë thonë, kanë qenë Qerkes. 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 Qerkes të ardhën prej? Po, Qeqena, po ju? Sigurisht për këtë historiat. Kavkaz. Po, për këtë historiat, ma pak ma vonë flet historiat. Edhe ju javë kanë dhonë venin këtu Qerkes, apo? Po, këtë për këto është ma i autorizun me folën. Po, venin po thonë. Po, venin e kanë dhonë jo Qerkes, po ata që kanë zotnue këtë Kosovën, ose këtë ven. Javë kanë dhonë dhe janë vendosë. Sa familje një ardhë atëherë? Në ribar të vogël nuk e di sa familje, ana Pollom kemi ardhën, qysh kanë qenë atje, jenë konë në 2 familje që jenë konë në bashkësi, po atje ndo edhe kanë ardhë bashkë këtu. Po tanë kanë ardhë do kushëri tjerë që kanë qenë të fshatit aty sigurisht, që kanë bashkëtu atje. Edhe njëna familje e Trungit që është ndo, ata jetojnë në Rrëfës vjetër. Në Rrëfës vjetër? Këtu ofër? Këtu ofër. Këtu rënojna, familja e Trungit jemi na me këta vllazët, edhe i kemi familjen e
djemve e miqës babës. Miqës babës, po. Sa krejt jeni bon? Po krejt tash jemi, ata janë 5 shtëpi, na jemi 7 shtëpi, do të thëtë 12 shtëpi, me antar familjes del ka gjë numër i madh që Që jeni shtu. Po që jemi shtu, po na si familje dikon ka mundësi me mrije 45-50 buvaki. Vetëm na. Vetëm ju. A keni rujt dishka dokumenta, apo ju kanë met krejt atje, kanë murra, Jo, ka dishka? dokumente s'kan... Tapija që ka thonë Tapijat jo, s'kan pas tapija asnjëherë. Si mas baba që s'na ka njoftu kur që ka pas tapij, sigurisht se s'kan pasën. Suni kanë marrë, se kanë pas tapija, po... Këtu s'kan pasën, i kanë marrën. Shka keni rujt, apo shka keni sjell prej gjanave prej atjehet që i keni edhe sot këtu tash? Po, Peshomi. prej atjet kemi sjellën gjana që kanë metën, si trashëgimi, që janë prezente, e kem kanarin, është kanari me uk, kanari i cili ka qenë i rujtur në përtavonat shtëpiave të asaj kohës, këto, kështu që me kohën kur ne kemi punu këto, e ku marrë këtë kanar dhe e ku vendosë notë si shej i kohës të hershme, prej atje do të të vitin 1878. Kanari cili është shërby për mullet që ka pas familja atje. A keni pas mullet atje? Mullet me 2 gurë, mullet ujtë, që ka mluë. A më në din cili lumë atje po? Jo. Jo, nese atje në katër. E tash, ky vjetër dikun mbi 200 vjetë. Tash, sa është përdor atje, nuk e ditë e na është për 1878-ës. Edhe ma herë. Thoe uk. Me uk 150 uk. Çfarë dallimi ka uka me kilin? Apo me 1 kilogram? Po. Nuk muj me ditë saksisht, po është uka me e madhe se kilogrami. Uka me e madhe se kilogrami, po. A mune me pas? Tash këtu dikush prezent në shë e din, a i dres? A mune, fylla mune me pas 1 kilo një fertal, 1 uk. 1 kilo 250 gram. Që aty duhet më sjellë, se na ukën në shkollë se kemi mësu ukën, i kemi mësu tjerë njësi malë se ukën jo. Jo dhe jo, po kjo kjo përdore. Se vesh në një manë. Që ose din ti, në një manë. 1 kilo e 250 gram. 250 gram. Një fertal. Një fertal, kanë thonë, një fertal e kanë qujtë 1/4. E kanë thonë që 1 kilo e 1 fertal për para është 1 uk. Qështu? A bën pak me që përpjetë? Po. Me po pak, me fokusu mirë. Këtu e ka këtë shkrimin baba që ka shkrujt me dorë Shka ka shkru baba? Hajde lezonaj, a mund është me lezuhe? Krej ka drita pak. Nëse mund e lezon Alia. Që Alia? Ose Vebia, se jo, unë me lezu së mëj. A dale pak lezona? Pas fyza. Ja profa, ja Vebia, ja. Me lezu që e ka shkru e babaram, të Vebia qëto. Nëse mund është me po. Babaram e ka precizuhe si një farforme arkivue që me metë si dëshmi asaj. Asaj kohë. Asaj kohës. Edhe ka lutën që me rujtën. Me rujtë, a? Kjo si një loj... A me ta lezu që ka shku? Po, vëlla, lezuhe. A vetja mikrofonin pak, ka vlavi qashtu? Mira këtë, për shkruhet, kanari i mudirit, të ndesqesit familjar, familjes i meri, ka thuni prodon, muazert kanë ikur prej vitit 1878. Të mund dhonët. Që kjo është të përshimi që e këndon të Po, kjo shkres. të krisht u vërtetun ato fjallë që shka tha Avdia, që i ka thonë, për shamë për shka që shë përdor atje, që keni pas mulle e krejt, këto dishka. O prof, historikisht, Alia dhe Vebe, atë edhe ju ka dhëna pak, për shamë për atje, qka kanë thonë plesht, qka keni mujtë me lezu ju për ato vene që jenë bëshatis, që i kanë përzonë për atje, me dhonë. Po ka shumë Avdia i tha, Avdia ka nejtë me babën ma shumë,
përtheku që të Allahve që i tha ma herët, edhe që të lufta që janë bo që ajo dhonë që i ka detyru me që shutrohet njerëz, kanë met rrugëve përjetime për rifarësh, me pak fjallësh që kjo është. Avde, dhe në sa kila ka peshu kjo kanar me okë? Po ky kanar me okë ka peshue deri në 150 tokë. Do më 150 tokë kanë 150 tokë janë matë me këtë kanar. Me këtë kanar, a? Profa edhe Alia, po na tregoni pak edhe ju fjalët të babës e të parëve t'juve, që shka ndodhë, rroktimi i tyne dhe janë ardhë knena, që shka në ardhë vështirësit, edhe paka shumë nëj dokument, nëj dishka, a është ka gjurmohet për atë vene. Vebia, hajde pra Vebe. Në aspektin historik, në do të edhim fjallën profesorit historisë, profesorit i Dresë, për arsye se është ma i thirrni me zhvillua një historik krejt procedurës të popullzimit të fshatit me muhaxher. Se këto janë, përpos pëllam që jemi na, janë gjithë fshati është muhaxher. Gjithë fshati, ribari vogël. Dhe në sajtë kësajna, në aspektin historik, muhaxherisë, vendosjes fshatit këtë, mas mjetin e kishë dhënë informatën profesori i Dresë. Apo ne një pak histori totës, pra. Historia e aspektit vetëm familjes pëllamve, prej pëllamit, shpërngulja që është bojë, që është në komunë të Medvegjës. Në komunë të Medvegjës është? Medvegjës është. Po, a? Shoti, po. Atje, shoti ka qenë i zhvillun, bukur shumë, edhe historikisht si gjenez prej kujt kemi orë na, edhe sot ajo tradit vazhdon atje e zhvillimit fshatit se është banja e pëllamit. Po. Aty është edhe një burim i ujit, që faktikisht është uj shërus. Shërus, a? Uji i pëllamit. Që faktikisht ai vend ka qenë shumë i zhvillun, po fatkeqësisht zullumi i madh që si fjallë, si shprehje popullore që përdoret, e ka detyruar gjithë fshatin, që ka pas fatin krejt ajo trevë e zonës prej Nishit tek ne. Dhe atje si familje bukur shumë ka qenë pasur, ka posedu mullit e vetë, ka posedu pasuri bukur të mëdha. Sa hektar tokë ju kanë thonë pleq që ju kanë lënë në atë kohë? Në tokës, prej momentit kur vjen ardhë nena mon, nuk kanë menu më sa kanë lënë. Për arsye se s'ka pas kanë menu se mos se. Jo me menu, po sa si përfaqe tokës për shembull 2-3 hektara, 5 a. Jo, nuk flitet me 2-3 hektarë, se do të më folë me 100 hektarë. Jo e kam fjalë veç familja ju. Po flasë se na si pëllëm, jemi prej Herticës ku e nalë familja e pare pëllëmve, ta i kanë vazhdu kënena. Tu jemi në ribord voglin vendos krejt, një pjesë tani është vendosën në Tarinëfs muhaxherve. Po, a? Po. Dhe faktikisht për riborit vogël, pjesa tjetër është në rrëfs vjetër, tash një pjesë në rrëfs 3, si pëllëm, po flasë. Po, si pëllëm, si pëllëm. Po, kjo historie jona ka qenë tjilë. E rrimshme është gjithë herë. Që është histori që është e gjithë popullit. E gjithë popullit, shumë e vërtet, edhe një pjesë e madhe e shqiptarëve. Sadri
se të dashni. Evras pose adimiri. Dimiri o kapitan, oj pe bina shitoj të doj. Sola shqiptoj në shkavan, dimiri zoj ka doj me doj. Shetor trimat e dhëtë janë kon, dhëtë shoj të kone kanë lon. Me si të kohën, e po shoj që me të heron. Push për që të piskopi bavan, e të mëllit dikon e kanjan. Nuk berishaj po jaj këmite. Nuk berishaj dhe vaj kanë thonë, unë hanzore së kos pashkon. Stariet ke do doj shave kon. Janë stariet ke do doj shave kon, ka të që se hajdo me kon. Ka morë lirë, ka morë dohan, yeah, see my man dog. Načelni kovat je paškovan, ja pa noge dober dan. Naša veteljak posmejlon, ti me ma padron. Dimiri cele ma padron, jan jarko pili jarkon. Весня тернове. Скоро весня тернове, моє
do me verova pes. Ama jemi do me verova pes. Me ju e dive do me bëni
sorit prej men. Hajde bashkë. Avdi qaj na erdhe. Edhe një humor të mirë, shkon edhe me qaj, edhe për shikues tonë pa me i disponu pak edhe me humore, se tradit është noda me humore, me gjitha këto që sonte i realizojnë. Edhe pse ka qenë në realitet, është humor. Humor i linë për realitetit. Sigurisht, kanë qenë një kusherioni vjetër, një Gjem Behluli kanë thonën, e ka pas shpijen të Hekurudha të atë në Radendë të në Lipjan. Lipjan. Edhe në atë kohë, me të shokët vetë, e këshin konformu një fashëqate. Është mirë me ngu. E këshin konformu një fashëqate, emnin pak në shes, se baja shumë pak po, shoqata e rëncave. Edhe për çdo mëngjes. Ças ka rënca? Jo, s'ka. Baja të kur nuk ka, si ken. Edhe çdo mëngjes me prue ka një rën, secili ka një rën edhe kush e mund. Kush përfiton. Secili me pru ka një rën. Ka një rën edhe cila rën është më e mira me fitue. Edhe taj tonet aty ka qenë një farë Homs Shtrubullova, fshati Shtrubullov. Fshati Shtrubullov është gjithë me Glogos Denicës për bolë stacionin të autobusa veç rruga për Skëndera i do. Fshatin Shtrubullov. Edhe ai Homza kishte shku qështu në për Kosovë ka mos. Homs Shtrubullova e ka shtu. Emrin Homs. Po. Edhe shkon në Lipjan. Ata e shofin edhe din kush është Homza. E kem pos një plak të atunit këto, një kadreja Shanica, Migja Kadrej kimi thonën. Po. Shumë plak pedant. Marakli nuot mës vetë. Edhe ata i thonë, Homzu bo mirë që u dzatetëm. Se na zonte. Po, mush me shku, apo shkon një bardë vogël, po, mush me shku një bardë vogël, edhe me hinje nod, Kadria Shanicës, me pi një kofe, këther një katesha të reja krave t'i bli. Jo, baj, punë e letë koka. Kuku, një katesha me fitu. Vjen pe Lipjarit në kom, kur vjen, a i Migja Kadre, tu e pastru, tu e vadit të rrëth para odës të e mrena në bërë, tu e pshije, edhe shkeke si gërbam të e përploki, ari bram ka bizikin edhe hen. Kore, shaj ka njoftë, shaj në përdoja të flajton zote e reboft. Ato Migja Kadre, hajde bëm. Thët, po që ke fitu se vop që e ordë, kjo bloki, thët. Thët, shumë mirë ke bu që e orë, thët, po kur gjë, thët, pse? Thët, ti fito se vop, unë e pas e vop. Pse ti pas e vop? Thët, po ti, thët, me konthirën, te ka bëgjiki, bam ka bëgjikit, pe thonë, no, Kadria Shanica, unë i kisha thonë, no, hoja, a do më safero, hajde bërëm, ku të shëhit, kisha rok për qofe, kisha thonë mirë se ka orë, mangret, edhe, thët, u isha gëzuet, që një se vop. Që fa është kalaj, a i del, si është del, ka bëgjikit që vijen. Trak, a i thëto, Kadria Shanica, ato valoj, shko tata që t'kanë quë, se ti me njënë qitu. Edhe, ta shkoj Homza, patesa, pakojqë që ahoj rrugën, se Lipjoni me riborë në kom, një 6 kilometra, një drejtim 6 tjetër, 12 kilometra, me t'jashtë. Diplomacia. A bëshë shko. Edhe, veç edhe një. Hajde. Plesht e katunit, ka nejtë bashkë në perioda. A ka ndonë në erë të ju, në po që si vakia ju? Ja. A ju? Ja, s'kem pas si vishnë. Edhe, vjen ditë Bajromi, edhe ata plesht që ka nejtë bashkë, bojnë marveshje. Thonë, sot me punue që ka do zoti. Ditë Bajromi, po me shkue, po të bohme, me shku mi thirë tjertë. Edhe të që kjo Migja Kadre, të kusherin një tina shkojnë plesht, që jenë konë marveshje. Kjo pret, po të rëtë kërkosh, plakës e të hajtë mi herë me ketë. Ka shaj kusherin një vetë, i the djallit shkoj të Kadrien, se është Shaban Bellol, Lërgjab ka dolle, ata plesht kusherin konë në ordën. Edhe a djallit këpët shkon, kur shkon, e gjonë të herë ketë, me plakën.
E të bali ka drejt. Në që baba hajtë se jënë të bua ta plesht. Edhe i këthet nëra i djali. Ky e të që po vi, edhe shish këthet a i djali, a i the po, që a i shku të bukadria, të të herë kepet, a zote e marrëft. Sa që kalzojnë. Kur shko këmi qa kadre, the të kadre, e shkina pas jalt, o brehet prita, e veç adora ku ja bona në kështu erdh. Erdha. Djallit, ati djallit, baba i tje vetë, ke ka drepe, kështu në uja, pusha erdhë më zuni. Tëra i ka drepe, tha kesh, gore edhe. Qështu nga të kohë flesht i kanë postë, ma hite veta. Bafshar, edhe unë du me tregu një atotës musaferve që ja ka mshel derën e me qevi, tha, një musafer kish pas najtë shumë, e një ditë për dhe të i zotë i shpijës, tha, lujna ati shka ati musafirit. Tha, lujna, ha. Tha, lujna, tha, me qelë derën e otës, këj zotë i shpijës, e cili po kësen ma larkë për jashta derës. Tha, ani valla, tha, musafer, këse ti i pari? Kur kësej musafiri i pari, këja msheli derën tronë. Tha, ja, tha, balkenajnë, ma, tha, ja, lojë, tha, s'ka mo. S'ka mo. Cive, mas lartë, e bashkë, po, kur i ra po una, edhe njëherë me arsa, i si shka një nume, tha, kësejna, tha, ja kësejna pi ashtit e mrena, tha, jo pi mrenit e jashtë, mo. Me nërojmë, tha, pi ashtit e mrena. Tash, Kishim kon, ta nëse ban me kalzurën një bërtëri. ani, Kishim pos dhe një dhonë vishje su korona, e kon pat ma nëryshe. Tha edhe aj, Kish pas brina, po. mirë tha, i shpija, tha edhe, ku shkoj keme punu e të mes ta, i mosh këtë gjepa. baskinja. Mikit i di ke marrë, me thonë një baskia për gjepa, qysh mja gjetë i losit, e dhe tha, Allah i dhe thonë, tha, a luna tha mu nga zomik më rëk, tha, se ku kena konti se që konë si mut. Tha, dhe aksham për aksham, tha, o rëkshin, edhe e rëshim baskia ta, dhe kuj marrë ke baskia, edhe me të keme nërë, nuk të jetina si të vjetë. E shkom ke. Kanë dit me bo humore që më s'mu lëndue, dhe në atë kuptimin. 18 vjetë i bonën burg, me moshën, jo 18 vjetë burg, po më rritët ditë lindjen me festun burg. 18, po. Shka të zoni shërri ty ashtu, Shërri ashtu, atër se i ri, se frima paknasive, ndjenja e kombëtare, lëvizja kombëtare. po, cili vetë? Në 1979. Unë si i ri, si fëmi, jem Ja, i ri, po dikush ka frymzu. po frymzue familja, frymzue dia këtë mendit, rametia, o konë gjeneza e lokomotiva e lëvizjes Avdi kel mendit. po. Na kem pas edhe raporte gati familjare, si një shpi kena i kena darë, edhe që atë kam pas motivimin, edhe ashtu. Sa të majten burg? Dë mujtet kam pasun. Dë mujtet për Je konë atë moshën i ri edhe s'karro. 18 i bona atje edhe të nej... Po, unë besoj që qëtë here konë thomë ty në për gjithë shka. Pa atëre i ri jem konë, po të nej... Edhe në të ardhmen ke pas një përcjellë, garant ke pas përcjellë. Nuk jetë, po nuk është një farë, s'pëtu me i dhonë asaj. Jo, po na po bisedojnë, se atër kuna ja kanë vënu synin, ato e kanë përcjellë gjithë herë dhe në të ardhmen e kanë përcjellën. Levizjet e tina, punët e tina, gjithë shkafit. Që qashtu konë sistemi dhe qashtu kanë pas marak. Avdia me grupin janë arrestuë, 2 ditë ma përpara. 20 nëndor 1979. Në 20. Nëndor 79, Avdia. Edhe, one banesat i kena pas nga ta ngatë se kam jetu në Lipjan. Edhe unë kam shkue me Jusufin edhe Bajramin. Vishe selën, Jusufi është blaj Avdijes. Jem shkue me pas qka lëvizi, aty ishin konë të kontrolu të bastisën, në kishin po hallakon krejt banesën. Edhe me të mtajna me bujtën atë, unë me Bajramin. Pa na idhnëm me Jusufin pak ma shumë, edhe që ato që kem pas në plan për me bo, se kem pas në plan me mush Lipjanin me parola,
Unë nale, jo, edhe thënë e bën kretën që farë. Dishka keni morë një aksion, dishka. Po të, i shkretëm edhe i shkretëm i... Shka shkryt? Pa, e shajshëm titën e që se poshtë. Ani ju lumt, se qëllin në këtë vagën e vetë, ka hypë me dishka për këtë vend. Sigurisht se cili Dikush aty, gur, bo kaloja. Edhe qash sa ke mujt, edhe sa ke pas fuqi e ke bo. Atër Zoti rujt gjithë, edhe avdijen mo, se me avdijen imi njoft herët, edhe këna pas ma abitit mira me ta. Tonë ju lumt, gjithë edhe që kanë mendu dhe kanë vepru dhe kanë punu, për një ditë mirë këti kombi dhe këti veni. Profa nga tyje, avdi, Po. profa dhe njerë, Idris Kelmendi. Idris Kelmendi, mirë se erë dhe në misionin tonë. Falemderit. Apo nga të regon pak se kjo ribari po thënë, po pas ka qenë edhe koka muhaxheri shumë. I përbon për muhaxherisë. Hajde të regon a pak historinë. Fshati ka qenë, në ribari vogël ka qenë më herët i banum se që e nërë muhaxheria. Ka qenë një 30 vite për para, për u zhvillu lufta ruse-turke, i ka shpërgullën Çerkesë dhe ata janë vendosë, në përmjet prandurisë Osmani, janë vendosë në ribar të vogël. A ka të dhone për kajt janë ardhë? Janë ardhë për Kaukazit. Kaukazit, e? Po. Edhe muhaxheria janë ardhën mas një 30 vite mas tyne kanë ardhë këtë. Ta në fshati se dhe është muhaxher. Që shpërshkon historia tyne, apo zhvillohen në të kuptimin me i lyp drejtat, me në i drejtësi nërkomtara, jo për dhunën që jo bon atëherë, ndaj popët. Janë shënu libra për muhaxherin, shtë janë shënu vendbanimet ku kanë qenën. Po libra po? Po. Në shëqat me morë me... Në shëqat ka qenë, ka egzistu, ai që morë me ta ka vdek në Nazmevi Shesela, edhe më nuk ka veprimtari tillë. Se ka qenë shoqata për muhaxherin, edhe ka met e pa realizume si pas mendimeve, se kanë kërkuar shumë, se kanë gjetën këto, kanë gjetën edhe tapi që kanë qenë dokumente. Pjesa e ribarit nuk kanë dokumente, morna me vete se kanë leju, me morë me vete edhe nuk ka pasën tapi, banorët nuk kanë pasë. Për kërë e nërë këto, pushteti atëhershëm që ka qenë, se perandoria Osmani ka qenë këto sëndëmtare, i ka vendosën në tokë Gjerin. Në tokë Gjerin i ka vendosën edhe Çerkesë kanë pasë pronat e veta, po jashtë pronave ty Çerkesëve janë vendosë muhaxheria. I kanë da pronat toksore për kohë banore që kanë ardhur. Veç pak nalmit të që kjo shëqata, a i pas ka vdek Vishesela. Po. Ata shkërkush s'po bo një rësh me morë qatë mandat, me udhe qatë shëqata? S'po pas ma veprimtari. Po ka antarë. Me pas kohën dishka për nej përfitim. Që shjo, pse me s'me udhe me funksionu e shëqat, edhe me trokit në përdyrë të Evropës. Ka metë e është shusi. Apo nga të regon pak me kjo histori edhe mshme, po me gjithë se jeni met, po e keni formu ribarin e vogël, po nga të regon pak për plesht, për odat e ribarit vogël, si muhaxheri, si ardat sa këto në të kuptimin të përndjekun. Përndjekun se kanë ardhën me kanikerë dhe me një penkijë ose 2 lëp. Se atje që kanë leju me marrë kur gjë pej pasunis që kanë pasën në Serbi. Mas jenë vendosë këto, plesht kanë marrë toka qira pej zëtnive në atë kohë. Edhe me që ato prona që kanë punu në bujqësi, i kanë
i ka ndryshuar jetën edhe pasurinë e banorëve të fshatit. Këtu ka qenë pruna toksore, deri në 1992 janë konën pruna të përbashkëta, edhe në 1992 i kanë pruar Malazes në fshat që të Rusëri. Rusin e ri i kanë pruar Malazes, ata i kanë marrë pruna toksore deri afër shtëpive. Edhe prapë janë marrë me bujqësi, pjesën e madhe të tokave i këna ble, banorët i kanë ble për Malazesve që i kanë pruar këtu si kolon. Dë herë ble toka. Po, në herë apë të ble toka se. Edhe këtu ka pas oda në fillim ma pak oda se banorët s'kan pasën pasuni që është modhe që më morë me oda me përveç sa për jetë dë vetën. Me jetu. Edhe odat kanë qenë në këto që odat veçanta që kanë qenë vjetra mas janë vendosë këtu, ka qenë në oda e Qazim Kelmendit, oda e Agesram, janë konën familjes tyne, oda e Shaban Gërgjalijes, e Hysenit, dy vllazni ata, oda e Jashanetëve, e Fazleja Shanicës, Kadreja Shanicës, ta kanë qenë odat të mahershme që janë ardhën edhe mësafir shumë, kanë pasën mësafir për pjesëve të Drenicës, kërë janë ardhë për në pazar në Lipjan, në Treg, kanë bujtë një natë këtu, ose janë këthyje, kanë bujtë një natë dhe janë këthyje, kanë bujtë konak. Se fshati jo konë i vogël 30 familje janë konë. Për shembull, çfarë fise prej Muhaxherisë kanë ardhur, sa fise? Si fise e po si familje në ardhën 30 familje. 30 familje? Po. Se na familja jo në ardhën ma vonë... Çfarë familje jeti? Unë Kelmend. Kelmend? Po. Për një fshatin në osel të Nishi, ofër Nishit. Po, a? Po. Ata e në ardhë janë vendosë një herën në Lap, kanë e pej Lapit janë dalë, janë shpërngur për sëri, për me gjetën vend ku me jetu e në ardhë i barë të madhë, që të barë i madhë. Kanë e të në 6 muaj dit i ka majtë një familje. A i ka mërë prit kjo populat kënena këtë që e konë si vendase, për shamë Ribari Madhe? Ribari Madhe. A i kanë mërë prit, a ju kanë afruhe në atë vetim me një kënë dreka në deka në këto sene? Për familje të më në tash po flasë. Për gjithësi po flasë, për Ribari. Po tani masën e zgjenojmë shtë. Kër e në ardhën e Bartë Madhe i kanë majtë në 6 muaj dit. Edhe ja kam blet trullin ku jemi sot, ja kam blet trullin, ajo familje ka blet trullin edhe ka thonë... Cila familje ka blet trullin? Në Trëshupa. Mon Trëshupa. Ajo ka blet familjes trullin, ka thonë shkone se keni mundësi me jetu ma mirë në vendin ku jenë edhe ma gjerë tjerë. Edhe janë konë ma të përofërt që i ka kriju mundësin me ardhen për men ku qënë familjet gotit njëta me pasuni edhe me njerës, ma ofër mësh me jetu edhe ma mirë me jetu. Në kam jetën me qasia e ndë sot levizëm për... Ti po marrë që po kokej, pas ke një uri, po më do këtë në këto gjona sene do me të vetë dishka, jo provokim, qka kanë pru dishka të re, Muhaxheria këtu që se ka pas, kjo populata autoktone këtu, një dishka të re, një dishka. Shka ta mërmene? Po, mjeljet i kanë bo njërë mesashme, ka gjumë mjeljet, i ka gjumë misën që ka moqin, misën që ka mjeljet kanë mjeljen me dore ka gjuhë është, jo me qitë sashme të thënë. Më sashme e kanë gjujtë. Vendas të kanë gjujtë me sashme?
e kanë gjytë mesazh me këta, i kanë mësu për me bo me rana, me miell me rana. Me qitë kokrën Me qitë kokrën brazë. Edhe Tjetër, te mirësia kështu, kanë qenë shumë të afër me zveti. diçka kështu qësh me thonë, të jeta përditshme edhe të... E sjellje, përgjithsisht. Edhe jo të sjellje të ndërtimit diçka. Se kum nije që kur e nor muhaxhiria këtu, se vendas nuk e kanë përdorur qyreqin, gëlqerën, me lyje, me gëlqere. Ha? Edhe ndarja dhomave dhe me lyje me gëlqere. Muhaxhiria thonë e kanë sjell. Po e kanë sjell se venalit që kanë qenë veç rreth drejtoreve, rreth drejtore se ka pas me gëlqere të rrethume, edhe të ngjyrosën me gëlqere, atë muhaxhiria e kanë qenën gëlqerosën atona objektet e familjes. Për mrena. Për jashta, qysh i ka pasën rene takatin ekonomik, bazën ekonomike si e ka pas, qashtu e kanë veç. Edhe e kanë kriju e mundësin që me ndo kafshët prej vendbanimit ku kanë fjetë. Po, se kullat e nanë në fshat këtu, s'kan leju më ndërtu kulla. E ju, ha? Po, që me pengue, tepe kullës tonë me pengue, tjetërën në bordvetin të lirë me konë me leviz. Po me konë këtë që njëta objektet. Po. Beq, ti Budakovës. Po, ne Budakovës. Hajde të regona Beq, tash ti këtu me je përzi me muhaxheri edhe ti. Po ti një lloj muhaxheri. Do mund ardhacak. Edhe familja jonë ka ardhen dikun mas muhaxherijes, në 1912 është vendosën në Ribor Vogël. Familja e Budakovës, ha? Budakovës, po 1912 e kanë ble prej Çerkezëve. Kështu që prej atë hershit ekzistojmë në Ribor Vogël, megjithëse baba jam një periud ka jetu këtu, kur janë ndohe, është kthy prap në vilaje. Budakov. Ka jetu edhe atje, këtu një 35, edhe atje një 35, tani ishte 70 vjeqarë. Na jemi kthyje në vitin 1971 këtu, për herën e dytë. Kështu që jem vendosën në lagjen e muhaxherijes, po edhe të këtyne avdijes se të këtyne Pollandëve. Po dhe kemi kaluar një jetë shumë të mirë, një muhabet të mirë, një kojshillak të mirë, të rahatshëm, pa brenga absolut, me asnjë. Dhe nuk e kemi një atë, me thosht, muhaxher, dallimin që po shkojve dhe ati, këta janë muhaxhere, këta jerli, edhe këta të na, edhe na të këta. Do të thotë, edhe sot asaj dite e vazhdojmë jetën mirë me të gjithë. Hajde të regona pak për plesht, partë të regoj pak për babën e Avdijese, për nonën e, për me nonë tonë, këshillak të mire. Këtu, mësi mi ardhën këtu, neve baba ka një vjetër dhe në ka vdekën një vjetë e gjysë, mësi mi ardhën këtu është vdekën. Mande kemi vazhdu këshillakin e mirë, nona e Avdijes dhe nona jeme kanë gatue me një forë. Bukë ti kanë pjekë, njona e kanë zë një ditë, njona në ditë. Atëre me lulledili, shtagat lulledilive, po. Edhe nuk kanë pasën do të dallim, si kur me konë kunatan me zvetit dashne, se do kunatan nuk janë dashne, po do të dashne që janë të mire, që ashtu e kanë quen me zvetit. është pasoni. Me gjithë shka, jo jeni ranë të akord, po me gjithë shka jeni marrë vesh, jeni kuptu për gjithë shka e keni që mirë, edhe sot jeni që ku jeni me mburni për njëni tjetërin me një fjallë si kojshi, edhe si bashkombas, edhe për gjithë shka sot apet jeni bashkë.
Kështu që kemi një jetë të mirë, të rahatshme. Babën e kështë pas një burë zotni. Babën e Po kemi shifet edhe në fotografi në altë atje. Ka qenë një burë zotni, ka qenë i respektuar për i fshatit. Ka respektu fshatin shumë. Ai, kur ka dalë në penzion, 15 vite ka nejtë në qetod. 15 vite në 15 vite në qetod ka nejtë. Aha. Udhën e vetër që këm pas, ta pe hjekmi, na tha me hjek muni me hjek, po s'ma bo një udhën, me syqel shkoj në botë. Edhe Alia dhe Bebia punojshin atë kohë si tri ka pak jashtë, me forcet e tona e bënëm qetod, kështu që ka jetu 15 vite këto. Para luftës nuk ka pas natë që nuk kemi pasur shokë të kojshite, miqtë edhe nurte. Musafir. Për çdo natë. Për çdo natë. Për çdo natë. A pritojshin me hizmet, me Jo, po ju? jo s'pritoj, me kohë nasia konë. Nasia konë. Nasia. Kështu që në vitet të 90-ta, kur u formua lëvizja gjithë popullore, Po, kem edhe na në atë lëvizje, si familje, edhe Oda ka qenë në shërbim që kombit poplit. tu o profa, o beqa, o dikush më na tregu për kontributin e kësaj ode në vitet Po, e 90-ta, para të 90-tave. edhe ndoshta që ashtu veç që e thash edhe mja vlon Po. këtyne. Hajde tregona për këtë odë, se secili vend e ka historinë e vet. Kontributi i kësaj familje dhe kësaj ode është i lartë. Spari, vitet e 90-ta, ka qenë në tubimet e shumëta në përudën, jo veç në odën e Agësron, po ka qenë në përuda tjera, se tani oda janë shumë muë në katon. Janë majtë tubimet, janë majtë në këtod, këtu edhe partive politike të ndryshme, kemi pas parti politike, po nuk e kanë qyre që parti politike është, po e kanë shodën për shërbimet e partisë. Në onën tjetër, kemi hapjen e shkollave, odave për shkolla, për nxënësit e fshatit këtu. Në fshat, se cila odë, se cila shtëpi që ka pasën 2 dhoma veçantë prej familjes ku ka jetue, janë hapë shkollat. Dhe kanë lëvizën në përkrejt fshatin, ka pasën oda që janë shërbyje për shkollat në gjuhën shqipe. Kemi dhomë seba të edhe dhe Azizi e Beqa si mësus në atë ko. Odën veç ai që ka qenë në përgjithësi i shkollave, sidomos shkollën e mesme, se shkolla fillore ka punu në Mroftë. A shkolla e mesme është mojtën mësimi këtu në për odat. Edhe partit politike çdo të bim që e kam pasën në fshatri barin vogël, mas pari, këna mujtën me thonë shkojnë në odën e Agësron. Qëtu për qëtod. Mas pari, pikërisht qëtu që me leta edhe me shërbymja për me përfshije të bimet që i kemi mojtë, janë konë oda këtu dhe i ka shërbyje popullit në atë kohë, në atë periudhë kohë. Ane, ju lumët, zotë është përbleft. Ndoshta veç një plotësim. Urdo. Përvjetori parë javdi Kelmendit, që the e kum njohë mirë. Po, vëlla, kum njohë mirë. Përvjetori parë që është majtën në qetut qëtu. Edhe kjo ka qenë s'ke mujtë që thonë gjilpon në me lëshu prej paranishmire, po kanë qenë figurat e tëna trevave shqiptare. Me Macedonisë, me të Përshevës, me të Gëllapë, gjithat kanë qenun. Ka qenë dhimin, s'di që në do të thonë, komarotesh, janar, veç që më kujtojtë që ka qenun diçka shumë mashtore, aj përvjetor. Për Avdi Kelmendit. Veç ka mungu Avdia prezent në qenun e Amelia. Kanë folë figurat njofë në të asaj kohët politikës shqiptare të lëvizjes. Ju lumë zotë është përbleft. Aktiviteti ka qenë as i fuqishëm
pej familjes, pastaj kujshia krejt, që qasë aktiviteti që është organizuar në ribord vogël, qasë i fuqishëm kasieri, qasë i shumë i lidhun kasieri bori vogël me zvete, sa që tjetër sen s'ka mujt me bo okupatori, për pos me bo masakrën që e ka boje gjatë luftës. Si pasoj e lidhshmërisë, unitetit të fshatit, ka rjedh masakrat që ka ndodhë. Ribori vogël do të tëtë ka pas pasoja gjatë luftës, mu për shkak të unitetit që ka pas edhe aktivitetit të parreshtun, që u konë aktivitet shumë i fuqishëm. Në ribord vogël nuk ka pas vend as strofulog okupatori. Ja kur heq. Kur. Kjo është ajo madhështia e fshatit. Yeah.
Hajde pak po shkojmë, po e përshkruajmë pak figurën e Agjestram, babën e Avdijës, por Avdijës nuk t'i bjen me folë fort shumë, profa në t'na kallëzon pak për figurën edhe jetën edhe nejen edhe burnijen e Bekrillakin e Agjestram. Spori, unë jam rritë bashkë me Avdijun, jemi një gjenatë, kemi qenë shkollë bashkë, në aktivitete bashkë, edhe në lojë bashkë, edhe më karo shumë me ardhë këtu edhe Avdijut e ne, familje Avdijut, sepse kemi qenë familje lidhën. Agarom, kontributin më të madhë për këtë kontribut që kanë djemët e ti, është kontribut e Agjestram. Agarom ka qenë njeri aq i ofërt, aq bindës, aq i edukum, sa nuk e ka shqequ çfarë familje jemi, po ka qenë i njëjtë, sikur për familjen e vetë, sikur për familje ose antarët e familjeve tjera. Kështu që ka respekt jashtëzakonisht madh, jo veç familjet vetë, po edhe në rreth, edhe të familjet tona. Mu më kujtohet kur jena orë të menajt të Agarom, se na gjithmonë e këna qujtë Agarom, ka qenë ullën sikur jo, i ullën këm kërë qëtu, a përsheni atje ku ka ato të gjezëves të kofës, e ka qitë kofën, jo me shërby djemë, e ka pje kofën, ka shërby me kofë vetë. Që ka qenë i ofërt edhe i doshtën. Aktivitetet që janë organizu, këtë janë me lejen e Agjestram, sepse këta kanë pas pasuja jashtëzakonisht mëdha. Sepse në atë kohë regjimi serb i ka përcjell këtë dukuri, ku po zhvillohen, ku po mbahen. Aktivitetet që janë marrë në këtë udhë janë shumëta. Nuk ka aktivitet që nuk është organizuar në këtë udhë. Spori, mbledhjet e mëdha, tubimet, partitë politike, shkolla, mësimi e zhvilluar në këtë udhë. Kur ne kanë mbyllë shkollat, kena marrë mësim këtu, pajtimi i gjaçeve, edhe këshilli për vetë financim. Po nuk është veç një herë, po kena marrë shumë herë mbledhje. Është në derë dhe kënaqësi me pas mundësi me fol njëri për një figurë që shka qenë Agarom. Nuk është e rastishme edhe puna e Odestina. Nuk janë gjona të rasti që mund më kriju deri në këtë format tillë që është. Agarom si fëmijë ka pas fatin, baba i tij është vrarë në luftrat ballkanike edhe është rrit jetim. Luftrat ballkanike? Po. Ku për shembull? Jo për shembull. Kush vrau sakt nuk dihet, bie fjala sepse në atë kohë për Andrea Smone shumë ushtarë thojnë nuk jam kthy më. Është vrarë në luftra për zonën e Greqinë, është vrarë në për fronte tjera, sakt nuk dihet. Nuk është e sakt në dhënën e tij. Kështu që fati i tillë ka qenë i tina që si fëmijë është rritën me vështirësi. Unë e kam dëgjuar prej tina, që ai si fëmijë kur ka qenë në një grup i serbëve që të janë quajtur Urfi, do dikun grupa ka mund me qenë 40 vetë ose 100 ushtarë, që lloj paramilitar, cilët njerëz i kanë vrarë rrugës. E thot mi shtëpia tonë, thot këto e kanë vrarë babë e djalë. Nuk e dim kush ka qenë, thot mu gratë më kanë marrë, pastaj më kanë mshref, sepse në frigu që ata mos po hinë nëpër shtëpia dhe po vrojnë sidomos meshkuj. Fati i tillë ka gjetë edhe vitin 1999 dhe ai e ka përjetuar vetë. Agarom e ka përjetuar ditën kur na kanë sulmuar serbët, cilët i kanë vrarë 25. Luftën e fundit. Pra e kanë një ngjarje. Koincidencë është. Pastaj mendoj që e ka bërë një rrështim shumë interesant në jetën e tij. Për arsye se përveç që ka pas një rrështim të mirë në aspektin edhe kombëtar, edhe fetar, edhe si personalitet, ka qenë i emëruar si përbashkët i njerëzve këtu. Njerëzit e kanë një veten rahat kur kanë arrit me komuniku me to për shumë ngjarje. Pastaj orientimi i fëmijëve, një pjesë fëmijëve ka edhe të shkolluar, profesor doktor Vebimiri, është grada më e lartë që mund të shku. Vitet e 90-ta, kur bëhen ndryshimet mëdha, bie fjala, që shumë popull ndoshta me pas përjetu që ka kemi përjetu, ne ndoshta nuk kishim mujtë me përballuar. Pra, me ekzistua, po mos me ekzistu. Ate e gjenë në aspektin ekonomik, në gjendje të mirë po e bënë një kontribut shumë të mirë, që të edhe falen shumë herët, edhe që të janë dëshmitar gjithë të burra për rolin e Odës. Pra ndërtimi i Odës në atë kohë, për morë me shembull,
Nuk ka oda tila shumë ofër që kanë dhoni kontribut, sigur që ka dhoni oda e agësëron. Sepse ka pas edhe oda tjera, po ka pas një format tjetër, më të vogël, Qashtë, kushtet që kanë pasë, seni. Nëse është planifiku një takim, mbi 20 veta shkriju pikpytje ku me hi. Sepse s'kanë qenë formate të lojt të tjilë. Jo që s'kanë dashtë ata me lëshu, po... Sepse kjo përcakton edhe në aspektin ekonomik. Qashtë. Çdo në stop me pas mysafir të kalibrave të ndryshme, gjitha personalitetet politike të vitet 90 kanë qenë prezente në këtu. Po, a? Unë jam me moshë 1980, kështu që i moj men shumë edhe në shumë gjaje. Pastaj nuk e ka pas letë që në vitin 1979 me pas djalin burgosën politik. Qashtë, shumë e vërtet. Më të me pas... Dezorientim me pas njerës për shkak presioneve, i ka përballuar, nuk o ndalë në aktivitet, që shbëdhët edhe Gjorgji, unë shpesh edhe kam qenë musafiri tina, kështu në qatë formë në ka shërby. Pastaj edhe gjatë viteve të 90 ka qenë edhe pjesë e konsultave në fshat, e këshillit xhamis, e aksioneve, e veprave të mira, për ashtu sepse njerëz mramje, çfarë kanë pas bëjnë në atë kohë, televizion në Shqip s'kemi pas, ku e në ardhë në udhën e tina. Qashtë. Ai ku ka qenë bollë të gjakë. Do thot, ka qenë në ai kryeplakë që i ka bërë jentimet e mira, të këndshme. Nëse ka pas në devijem, në debat, e ka omëlzuar. E ka rregullu. Pra, jeta ti nuk ka qenë lehtë. As pak. E vështirë në rini, e vështirë gjatë punës, e vështirë gjatë zhvillimit, sepse djali kur i ka ronë në burg Aliu në vitin 1979, Jugoslavia ka qenë kulminacion. Kulminacion. Pra nuk janë bash... Njëjta. Nuk janë kur të njëjta. Nuk janë njëjta. Nuk ka ndru asë njëherë qëndrim. Ja. Do të prapë ka vazhdu aktivitetin, pastaj djemët i ka përkra, do të ka qenë pjesëmarrës në verat e Lukës. Po, orientimet nuk janë bua bash letë. Pro temelin e kanë posën prej babës. Baba e ka forcue djemët, djemët e kanë shtri aktivitetin. Bravo. Pro edhe gjendje ekonomike që edhe një kohë profa edhe Aliu që kanë qenë në perëndim, do të kontributin e kanë thonë për qëtëve. Pro, është bërë një lloj organizimi, një emrusi përbashkët, për shumë gjore, për shumë rrëfime, edhe lavdia ti, edhe ngjarjet e ti kanë me mjetë gjatë. Do të brez pas brezi. T'lumë të haxhi. Në gjithë të arinit cilë tjene mojnë men. Pastaj ne i transmetojmë. Po më në që edhe kjo emision që juve do t'ju falenderojmë gjithsesi për punë të bukur edhe madhështore, unë edhe ashtu ju përcjelli vazhdimisht me aktivitetet. Kjo jep një, mendoj që i ka dhënë një infuzion jashtëzakonisht pozitiv, punës ti, lavdis ti, kontributit ti, të agësrom, të familjes ti, pastaj na jena krenar edhe si fshat, edhe kjo na bën edhe ma madhështore. Unë i mirë dhe unë i krenar. Faleminderit shumë të lumë goja, për gjithë shka, po gjithëve ju lumt, edhe Zoti shpërblet edhe në atë botë, edhe gjëndron me gjithë tjertë, syllë edhe gane, jo si meq, qëfar përshtypje keni me këta burë, që shtrahi se ty gane, mu po meq. Ta këthejmë pak. Jo, ty besë përdu me më shpojnë humoris, po është shkon, edhe sot jam krenar që kom të spati me posë një bavala, ka bërë gjyshit në gjana, tivë si agaronë se folën edhe krejt para forës, edhe djemë, edhe shokte, kryshite. Ka qenë një figurë bashkëpoledrike. Nuk ka pas kanë dështrim për cilit e ke po. Ata dhan vetë. Qëfar nuk e. Se më zënë, shka ju. Pa i demokratë ko ka kohë në gjaromë. Vetë unë e kam përnu në një kohë me Alinë dhe me Vebin në Zvicës. Edhe përmes një pityune që ashtu po ka një iniciativë. Tash në shtalë nuk unë këshirë për keqë, të mesë se unë jam kumë për jo hetë, se s'kisha merë lajsynin për me martua dhe kërja ka përmen babës ramet e pa shpirti, a i një pityune,
se e marrë prezvisës, hesta se të drejt, edhe pik. Edhe shkon fati, jemi ashtu, po përveç krejt tjera, që shkështë të thonë, e gjara më shkon një figurë për cilin me vërtet është knatësi me folë sa që përmen në kënditina, sepse ka qenë ndash në kuptimin patriotik, ndash njerëzor, ndash human, ndash si odatari mirë. Për mbjen mend këta përmenin kafet, unë e kom pas shumë marak. Edhe njerë ka kry qëfar kafe i pjedhonë dhe i kom kërsu. Kur një, as si ka qitë ma pak, as ma shumë. Jo muaj, po qëtë njëri ka pas atë afinitetin me mojt në mend, me mori, qëfar hu që ka, qysh ajenin vetin ma mirë, edhe unë një javë shkova në Shqipni edhe e posh një ka kam Kafes, a gjezme. gjana edhe tepsinja, po të punu me dorë. Me dorë. Po, edhe ja kom pru, e ka mojt të në kuhën që të edhe ato, po kam është një figurë që krejt na flasum, veç një drunc dvogël nga ajo që ka meritua gjaran. Brava, i lumt. Brava. Ko ke konë me fatë? Në tash është konë privilegj. Shumë, brava, shumë. Syll mik i vjetër, se ka një foli si dhonër, të si mik. Unë si mik pa e më shumë kallë të unë se të gënia. Qashto pro. E për majmallit e vllaznive. Unë e di ku pas edhe kër e kemi morrën se tina, basta asoj që e thamë ta keq që kërë pas aktivitetet që janë koni familje pak si shënjestër, mua e kanë desh më anal flamurin të kryqi i Lipionit. Ka jam orë së më kanal, aty ka dërë më anal flamurin. Kone e momenti maj ranë jetën teme që këmë përjetue, ka thënë me hjek flamurin. Aty të na, u konë të ndodhë tragedia. Koha e okupimit o konë. Jo, dhe se konë, që të që me mbetjen atë të sakë, se nështë të kërë rrugë. Edhe të shë... Okupimi? Ma dhe të knerë. A nuk o konë ka një krejt atë. Edhe aty të në nuk më rezistu dhe nuk e këmë hjek të amurin, po këmë të po gjoki. Aty se krejt ka qenë intenca të ta, edhe na ju për të rahashëm atje kërë një konë na, edhe në 90 janë konë i burgasën. Ju, shumë, adhë në shtu si jam të gëdjallit pak. Në të parë në pas ke shkupa. Në parë, o ta që krejt me marre me i rrëmbu laksuar. Më kona që vedisohemi sot, për kundër krejt atyre që nuk më ne përshkruan sot, as histori, as historian, punën që kemi bë vullnetare. Me arsim, me familja ma familjen, me këshill financimit, me krejt ma, po me thonë, me bindit lot, me mjekësi, në përmes në Terezës. Këtë kanë qenë, që të e zhvillue edhe në shumë u të tjera, dhe më thonë, ka qenë shtet, jo miniatur, po shtet maj fëshishën është të zëtë që këtë organizimi. Ka qenë, ja, se janë konë njerës adekfat në venin adekfat. Po. Por është njerë adekfat, në venin adekfat, zdo që shumë. Vullneti o konë për një... Unë të kujtimet mira për ta. Faleminderit. Që aty kemi pas në shpirë bashkë, kemi konë 42 antarë, te ma shlutë, ma shëmësimi konë. Pak ku ke konë. Ne kemi ba, ku kemi arë, ku po shkojmë të miki, po shkojmë s'ka vetë, mo kush po vjen, po hajde keq shkojnë, nëse ka pas arsye së. Knasi e muave. Inshallah Zoti ata kam shiru. Amen. Faleminderit. Pasionia pritit të shkojnë ne pasarës të mi. Faleminderit shumë. Pra, bised mas bisede, tregim mas tregimi, edhe deri dikon e rëmullaksum temën për cilin kemi arësante në odën e Avdi dhe të lazit Avdijës i meri, këtu në Ribard Vogël, tash pjallëman në radhen një loj tradicionale, disa konga, një
me setin që ti kanë përzgjedh në vazhdim.
shonit o ja kanë syje o bon shun jedh morene shan s'kan rin janë deg për jashtë shkret boren shije Tash do ta luajmë apo do ta zhvillojmë një lojë tradicionale që është luajtur gjithherë në Roda me mshef kokrën. Nazimi quhet, edhe mshef në përdurë gjithë pranishmeve këtu, edhe masanej, kush lajmërohet i pari, e zga dorën, mujt me qillu kush e ka kokrën. Vetëm Nazimi e din edhe qaj personi ku ka lënë kokrën. Tjerët luftojnë me gjetë. Edhe një kokër është Nazimi e din ku e lënë edhe e din qaj që e ka ndorë kokrën. Aja, me tregu nuk ban. Tash Nazim, apo që është me spjegu që të loj praktikisht. Masanej. Fillet? Ja, po. Që të jëmë dhe me lëmë të hëmë tash kjo. Dobër mëse pa që mëdhej kur që tash e kanë shumë. Valla, mojo gani. Mani dur. Çfarë mani? Fakt, me. Mshef, me qelë kështu mësë. Dëvër të në mojtë msheft, sukur qaj që e ka, sukur qaj që si ka. Me mama. Hajde, o lëdhe të që... Hajde, morrej, hajde ka. Që vatë Nazimit me thonë qatile, ja. Edhe të qëllojnë më nërë, t'janë gjeshëm një. Kalabalak sa dush. Veja që ti. Me re, sa dush, Nazim. Kush për lejmërot. Hajde. Që për njësion, hajde më se njësa lojen. Allah, i bërë si në shofer, së halli. Pësha, lirisht. Nazim më ka dole me. Kush e ka? Alla dhonë rëktime. Dhonë rëktime. Gjema e kom duke. Mos gjema e ko gjema. Pse be,
Ko. Gjetëm ne. Po e gjetëm e... Pse pe ka shpejt e gjetë? Hajde dhe njerë. Që u gane tash? Jo vallo, pasha zotin ju. Zot bona vi. Vallo e ju. S'ke kanë thonë nuk e kanë thonë Bashbat Jehova dhorrin e keni. Hajde. Të keni dhorrin e thinë, se shë java. Thi dhorrin e keni. Hajde. One... Ti o të me njës për te. Što të thoj? Mori që më shaj fatë. Jo. Hajde, ku shë fatë? O, gjitha vajnë dosë. Mo mërë vlavët, mërë. Joja ko. Beqa, da e beqa. Hajde për hajku. Mëso se ko. Pe që i bazët se di për këmlonë. Avdija. Ti vëllëm për Oh! Që të me shtinë. Me kashtë e ko. Ja, unë e të kohë. E setja? E setja? Po që kërë po që i pëshirë i poshës. Në zinë. Oh! Nëse ka vetëmër, se kjo dhe vetëmër me posë. E ka shtinë qepë këtë dhe Haqia e ka. Ka drejt. Po ka drejt edhe vetë me mojtë. Anën e të thot t'i kush. Valla e me shëllime të thamë. Ma e dërën e hatë në e që. E di e me shë. Ja gjeta? Ja, më si më shak ti. Ja, po, ja. Bal, mjafton. Ani falemderit. Avdek, ani ju të gjithë. Edhe tash mas këti humorit me përmbyllë emisionet të t'jalom radhen Sulejman Shasivarit, Syles, Mikut, me një melodia, dyja, me mishnica, me në ekzekutu në emision tonë edhe me përmbyllë këtë emision, edhe t'ju falenderu gjithër juve të zotë të odave, vazhnjë lakët, djeme për hizmet, po gjithë ty në të praneshmeve që edhe këta edhe në kontributin e vetë për emision tonin, po s'paku edhe për ato historitet kalume të hershme, i shpalësëm pak që generatat armën ta njofin situatën tonë në për lloj regjime edhe deri këtu ku jemi dha Zoti që në të ardhmen mos përjetoshme më kësi gjona të shtira atrona. Faleminderit shumë. Edhe unë për shëzërosin, të ju falenderoj juve që në këni përzedhëm. Për konak. Faleminderit. Gania na ka propozu, po na ka tregu dhe propozoj kështu. Tash po më rgani qysh jo, bile unë jam pak si lokales, po mjeni nati ka una Lipjanit, kam që me boj misione ma shumë se una Gillanit. Edhe i falenderoj këta... I veni ti? Po. I falenderoj këta bashkëtarët e me, shokët e me, edhe gjithë praneshmit, edhe mikin syl gjithësësi. Sot ju shpërbletra. Edhe dhonrin që të kënaj ka pa. Dhonrin e këna shpërbli herë. A po? Këna shpërbli edhe. Balma. Faleminderit shumë. Inshallah gjithmonë për smiri shihemi. Inshallah. Edhe o Zoti që shukur ju edhe tjertë në të riparojnë, në të hapin odat se pa oda nuk ka muhabet.